Jemi rikthyer nderuar të shikues se pjesa e dytë, pjesë barabarësishme, ndoshta më e rëndësishme se pjesa e parë për shkak të se është në mes lufta. Në fakt lufta edhe është dhe nuk është. Është paqe. Presidenti Trump mbas shkatrimit të madh të qytetërimit të persëve, Irani, domethënë se ata janë persët e dikurshëm, pas këtij shkatrimit të madh që do bëndet, ky qytetërimi befas dha 12 lej, nuk shkatrohet. Nuk dim çka ndodhet këto orë, nëse ka ndonjë gjë të re, Rozhan, të lutem, nëse ka ndodhur gjë dhe ka thënë gjë presidenti, s'kishte gjë preç. Ose po thotë në momentet që të kalojmë, ju thoni sepse ai edhe ndryshon gjërat, ose ngre avionët. Ne vetëm themi gjërat. E reja është vetëm kjo, përsa shoh tani që edhe Netanyahu ka thënë do zhvillojmë negociata me Libanin. Ka thënë pak më herët ai atë, ha. Ai shkreta e ngrim shumë atje se e meritonte. Se ati duhet ai bëndezim shumë. Tani, në këtë pjesë do të flasim për luftën në Iran. Nga shkatrimi i qytetërimit iranian tham te presidenti Trump që paralajmëroi me njëherë anëpushim 12 ditor. Po pritjemi tani të diskutojmë si ndodhi kjo gjë. Në një jetë madhe nderuar të shikues, nuk është se duhet të prisni, se edhe ai vetë që e ka bërë këtë, ndoshta nuk e ka të qartë pse e ka bërë këto 12 ditë. Dhe pastaj merrem me mend si mund ta kemi ne të qartë. Do të flasim edhe për rezolutën që kemi bërë ne kundër Iranit, se tani po u bë paqe. Ne jemi në luftë, kushte lufte. Të vetmit që mbetemi në luftë preç mbetemi ne. Me Iranin dhe ata pastaj befas mund të kujtohen se deri tani se po bën dhe Amerika paqe. Se deri tani ishin luftatare. Duke qenë në luftë ata na kishin harruar, po ata mund të kujtohen për ne tani. Kur e diskutuan thamë që ishte më katolik se papa, e thamë për këtë. Po. Mos unë zitua pak e tirama në këtë qiberi e të gjithë, se dhe të tjertë nuk e benëre. Dhe a mund të triqet këtë rezolutë, ka raste që të triqen rezolutë, dhe të gjithë unë kam thirrur tani ju këtu, Ermir Gjinishi dhe Marlin Laçi, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Edhe dy kolegët që ishin, që nuk ka nevojë, Prel Zogaj dhe Andi Bushati. Të ndihemi sinkron tani, në sinkronin një ku Trump dhe ministri jashtëm iranian për anëpushimin. Flasim për anëpushimin të dy këta. Bazuar në bisedat me kryeministrin Shehbaz Sharif dhe marshal Asim Munir të Pakistanit, ku ata kërkuan që unë të ndaloj forcën shkatruese që do të dërgohet sonte në Iran dhe me kusht që Republika Islamike e Iranit të bjerë dakord për hapjen e plot të menjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit, unë pajtohem të pezulloj bombardimet dhe sulmet ndaj Iranit për një periudhë prej 2 javësh. Ky do të jetë një armpushim i dyfisht. Arsyeja qëndron në faktin se ne tashmë i kemi përmbushur dhe te kaluar të gjitha objektivat ushtarake dhe jemi shumë pranë konkludimit të një marrëveshje përfundimtare në lidhje me një paqe afatgjat me Iranin dhe paqe në lindjen e mesme. Ne morëm një propozim prej 10 pikash nga Irani dhe besojmë se është një bazë e mirë mbi të cilën të negociojmë. Pothuajse të gjitha pikat e ndryshme të mosmarrëveshjeve të kaluara janë rënë dakord midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, por një periudhë 2 javore do të lejojë që marrëveshja të finalizohet dhe të përmbushet. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si president dhe gjithashtu duke përfaqësuar vendet e lindjes së mesme, është një nder që ky problem afatgjat është afër zgjidhjes. Në emër të Republikës Islamike të Iranit, shpreh mirënjohje dhe vlerësim për vëllezërit e mi të dashur, kryeministrin e Pakistanit Sharif dhe shkëlqësinë e tij, marshalin Munir, për përpjekjet e tyre të palodhura për t'i dhënë fund luftës në rajon. Në përgjigje të kërkesës vllazërore të kryeministrit Sharif në postimin e tij, si dhe duke marrë parasysh kërkesën e Shteteve të Bashkuara për negociata të bazuara në propozimin e tyre me 15 pika, si edhe njoftimet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pranimin e kornizës së përgjithshme të propozimit me 10 pika të Iranit si bazë për negociata, deklarojnë në emër të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, nëse sulmet kundër Iranit ndalen, forcat tona të fuqishme të armatosura do të ndalojnë operacionet e tyre mbrojtëse. Për një periudhë prej 2 javësh, kalimi i sigurt në përngushticën e Hormuzit do të jetë i mundur përmes koordinimit me forcat e armatosura të Iranit dhe duke marrë në konsiderat kufizime teknike. Pra ishte deklarata e Trump dhe ministrit jashtëm iranian për armëpushimin. Zoti Gjinishi, ngjarje të mëdha kanë ndodhur ditët e fundit nga diferenca
që ne kemi patur nga emisioni në emision. Pas paralajmërimit të Trump se qytetërimi iranian do të zhdukej, nga faqe dheu të erdhi me njerë paqe. Ç'po ndodh? Edhe a është respektuar në pushimi deri tani? Shkurt, qartë, popullatës, shpjegon tani. Në fakt, Shtëpia e Bardhë, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, presidenti Trump, ka 2 ditë që ka filluar të flasin në petkun e fitimtarit. Flet për fitore absolute, flet për lutjet një pas njëshme të Iranit për të pushuar luftën, ndërkohë që 3 javët e fundit, meqense po fillojmë nga 3 javët e fundit, vetë brenda Iranit, pavarësisht se Irani është futur në proces negociatash, ka një problem të madh. Dhe mediat, sidomos mediat e gadishut, po diskutojnë për një pjesë të gardës republikane e cila po refuzon dhe po bën presion autoritetet politike iraniane për të vazhduar negociatat. Kështu që situata çike pa qartë, ne kemi një armëpushim të brisht, i cili është prish që në ditën e parë. Ishte Izraeli që bëri një sulm të menjëhershëm, sapo u njoftua për dakordsinë e armëpushimit, me 55 avion dhe për 10 minuta ka godit mbi 160 raketa. Ka qenë është vlerësuar si sulmi më i ashpër që nga fillimi i konfliktit. Nga ana tjetër, të dyja palët kanë, si thua, kanë këmbyer ato pikat e propozimit që do të çojnë ndoshta në një marrëveshje paqe, po ka pasur një kontradikt edhe midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit lidhur me çështjen e Libanit. Dhe meqense përmendet Pakistani në sekuencë, negociatori pakistanez ka ndikuar dhe ka shprehur qartë që Libani ka qenë i përfshirë tek dakordsia për armëpushimin. Megjithëse presidenti Trump gjatë gjithë kohës thotë jo, Libani duhet ndarë veç. Domethënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës me Izraelin duan të lejnë akoma një xhep të hapur të krizës. Problemi i dytë ka qenë problemi i Hormuzit. Edhe këtu ka pas një kontradikt midis palëve. Irani ka propozuar që ta menaxhojë Hormuzin vetë dhe të vendosë një tarif 2 milion eurosh. Në fakt, nëse do të themi, një nga dështimet e mëdha të Trumpit ka qenë pikërisht Hormuzi, sepse Hormuzi ishte komplet korridor i lirë, ndërsa tani ja ka fal iranianëve. Tani nuk ka gjas ta menaxhojë asnjë shtet tjetër pa dakordsinë, të paktën pa dakordsinë e Iranit. Dhe kjo puna e 2 milion eurosh nuk ka qenë një tarif që Irani do ta vendosi si një kokforci, po kush do marrë përsipër dëmshpërblimin, sepse janë bërë gjithë ato dëmshpërblim, gjithë ato dëm atje. Dhe me sa duket po gjejnë termin e duhur për të kompensuar Iranin. Njëherë përdoret ky 2 milion, njëherë përdoren do kemi grante, do kemi ndihmë, asistenca e tjerë, po ajo që dihet është kjo që Irani nuk do lëshoj pe tek dëmshpërblimi, sepse është i dëm shumë i madh. Problem tjetër, teksa folëm që Izraeli goditi dhe cënoi, ishte i pari që cënoi, si thua armëpushimin, po dhe Irani u kundërpërgjigj menjëherë. Irani godit 4 shtete. Arabinë Saudite, Katarin, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara. Po ajo që është më çuditshme, dhe këtu është interesantja, është një rafineri, Laiwan quhet. Laiwan, e cila është godit në Iran me dron, por nuk e ka marrë përgjegjësinë as Amerika, as Izraeli. Dhe bëhet një debat shumë i madh, sepse me mundësi shumë të madhe, vetëm sa nuk është deklaruar zyrtarisht, pas kësaj goditjet janë Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra dhe Emiratet janë bashkuar frontit, si thua, provokativ të situatës. Nga ana tjetër, ky armëpushim ka pasur 2 mosdakordsi ose mungesë konsulence. Izraeli dhe Netanyahu kanë deklaruar që ne nuk kemi konsultuar për armëpushimin, por Rute, kreu i NATO-s, tani para se të vinin në emision, deklaroi që edhe antarët e NATO-s dhe Aleanca nuk është konsultuar për këtë lloj sulmi. Nga ana tjetër, Irani ka kërcënuar, në qoftë se do vazhdoj sulmi ndaj Libanit, ne do mbyllim Hormuzin dhe do tërhiqemi nga negociatat. Aktualisht Hormuzi është 99% i mbyllur, se flasim gjithmonë mbyllje, nuk ka qenë asnjëherë absolutisht i mbyllur Hormuzi për 40 ditë rresht. Ato kanë lejuar të kalojnë gjithë anijet cilat nuk janë përfshirë në këtë konflikt, shteteve të cilat nuk janë përfshirë në konflikt. Ndërkohë që sot ka qenë i mbyllur 99%, janë mbi 480 cisterna që vinë, jo vetëm cisterna, po dhe anije mallrash, cilët vinë rreth e qark, një pjesë jashtë ngushtites, një pjesë e mbetur brenda që nga dihet para të luftës, cilat nuk din ku të shkojnë.
Me pak fjalë, karta e artë që i fali presidenti Trump, Iranit është Hormuzi. Dhe Irani po dita shfrytëzoj jashtëzakonisht fort. Nga ana tjetër, ka dhe një arritje tjetër të Iranit, zoti Rakipi. G.D. Vance është kreu i delegacionit Amerikan, atë që kërkoi Irani. Irani kërkoi G.D. Vance. Po, sepse Kemi deklaratën e parë të Mojtaba Khameneit, sot tot në këtë fazë të epopesë së mbrojtjes tretë të shenjtë, mund thuhet me bindje se ju, populli heroik i Iranit, jeni fituesi vendimtar në këtë përballje. Për të ndërtuar një Iran të fortë, shtërpsore prania dhe angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve tanë, ashtu siç është dëshmuar gjatë këtyre 40 ditëve të fundit. Pavarësisht nëse për shembull shfaqet një periudhë qetësie në fushë betejë, përgjegjësia e atyre që mund të jenë të pranishëm në sheshe, në lagje dhe në xhami, bëhet edhe më e rëndësishme se më parë. Padyshim thirrjet dhe aktivitetet juaj në hapësira publike ndrikojnë drejt për drejt në zyrtat e negociatave. Me lejen e Zotit Madhërisëm nuk do të lejojmë që agresorët kriminalë të mbeten të pandëshkruar. Padyshim do të kërkojmë dëmshpërblim për çdo dëmtim të shkaktuar, kompensim për dëshmorët dhe individët e kësaj lufte dhe do të çojmë menaxhimin e ngushticës së Hormuzit në një nivel të ri. Jeni dëshmitarë të një mrekullie, prandaj shikoni me kujdes, kuptoni dhe qëndroni në anën e dur. Ruhuni nga premtimet e rreme të djajve të këqinj. Ne ende presim një reagim të dur nga ju në mënyrë që t'i tregojmë vllazërinë dhe qëllimet tona të mira. Kjo nuk mund të ndodhë përveç se nëse largoheni nga fuqitë arrogante. Është deklarata e parë e Shkapur, Garda Republikës ka kap një kamion me armë para pak orësh në Iran, dhe këto janë ato tentativat me duart pa dukshme të cilat po mundohen ta minojnë këtë moment paqe. Megjithatë, nëse do të them një fjali të fundit. Çdo konflikt ka fitore politike dhe ushtarake. Mbi të gjitha. Pavarësisht dëmeve, sigurisht Irani është godit pafundësisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës politikisht dhe ushtarakisht e kanë humbur betejën me Uranin. Kam botuar sot një shkrim, një shënim shumë interesant, jo shënim, po një qëndrim. Analizë, dhe do t'i drejtojmë preqit pas saj, pasi të mbaroj me Merlindin, që vërtet tonë ata, Shtetet e Bashkuara kanë humbur lindjen e mesme, edhe një në cilat pika po negociojnë palët, nëse po negociojnë dhe janë pranë një marrëveshje. Fillimisht kjo çështja e akordeve të Islamabadit ka pothuajse një javë që vijon ajo epopeja e madhe midis negociatorëve iranian dhe amerikan. Duhet thonë që nëse vërtet dokumenti që kanë paraqitur mediat zyrtare në mediumet perëndimore, por edhe atyre lindore, do jetë firmosur me ato 10 pikat e famshme ku paraqitet qartë që Irani do vijojë pasurimin e uraniumit për arsye civile, do vijojë patronazhimin e ngushticës së Hormuzit, nuk do lejojë ndërtimin asnjë baze të re në lindjen e mesme dhe largimin e çdo baze të mbetur nga lindja e mesme, bëhet fjalë për bazat amerikane në lindjet mesme. Atëherë mund të themi se Irani është drejt krijimit të një hegemonie në lindjen e mesme. Mos harroj që më të rrezikuara pas Izraelit janë regjimet arabe. Kemi në listën e parë të objektivave iranian, po flasim, është Kuvajti, më pas vinë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat deri diku kanë qenë pjesëmarrëse në luftë. Dhe duhet thënë që Irani ka kapacitetet për t'i marrë këto vende të vogla. Çfarë ndodhi realisht me këtë gabim politik të presidentit Trump, besoj se të gjithëve neve na kujtohet viti 2003 me ndërhyrjen dhe me rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Me rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit ju dha dorë lirë milicive shiite iraniane që më pas të merrnin pushtetin. Pra, deri diku amerikanët po kryejnë të njëjtin gabim që bën me Irakun, ku duke tentuar të rredzojnë një regjim sunit, vendosën në pushtet një regjim të milicive shiite. Në këtë kontekst, në këtë paralelizim duhet shohim që amerikanët duke dashur që të rrëzojnë regjimin iranian, i dhuruan Iranit një farë hegemonie mbi gadishullin arabik dhe mbi ngushticën e Hormuzit, që duhet thënë fillimisht presidentin Trump vendosi si objektiv të luftës
rrëzimin e regjimit, shkatrimin e programit bërthamor nuklear dhe shkatrimin e programit të raketave balistike. Asnjë nga këto objektiva strategjikisht nuk u arrit, por i shtoi vetes edhe një objektiv të ri, i cili është Hormuzi, që mbase do kthehet në zonë ekskluzive iraniane, ku garda revolucionare mund të krijojë një farë, në thojnë një farë trau, që mund të pengojë çdo anije e cila nuk paguan një taks, nuk paguan atë haraçin për të dalë dhe për të hyrë nga gjiri persik. Në këto kontekst unë shoh akoma më të koklavitur çështjen e Izraelit dhe balancën e Izraelit në aspektin e thellësisë strategjike që kërkon Netanyahu, edhe pse duket totalisht kaotik edhe me sulmet ndaj Libanit, ku ka mbetur të vrarë më shumë se 200 civil dhe konsiderohet si një nga sulmet më të përbindshme mbi popullsinë civile që nga viti 82, që nga lufta e parë midis Hizbullahut dhe Izraelit. Duket se pala iraniane ka bërë kërkesë që edhe Libani të jetë pjesë e marrëveshjes. Sigurisht në qershorin e shkuar neve të paktën nga mediumet perëndimore na u tha se Hizbullahu është totalisht i shkatruar, dhe gjithashtu edhe programi bërthamor i Iranit është shkatruar totalisht, por duket përsëri se jemi, domethënë ka qenë një farë lloj propagande që më pas të gjejë një arsye, një casus belli të ri për ta goditur përsëri Iran. Unë gjykoj se lufta 12 ditore, paqja 12 ditore nuk do zgjasi edhe pas përfundimit të afatit. Kjo për shkak të Benjamin Netanyahut, është një njeri i cili ka një projekt mesianik, i cili kërkon të shtrihet nga brigjet e lumit Nil dhe deri në brigjet perëndimore të lumit Eufrat, dhe nuk besoj se do... Ndoshta nuk e ka fuqinë, ai zhvon në fokusin patjetër që goja mirë të drejtë vërtet Shtetet Bashkuara, po nuk pa të mbështetjen e Amerikës në bëndot. Por problemi janë edhe forma se si Netanyahu ka gjetur për të shantazhuar presidentin Trump. Paktën J.D. Vance në bisedën e tij telefonike u ka shprehur që Netanyahu e ka mashtruar presidentin Trump, po mua më tepër më duket një blackmail, një farë shantazhimi ndaj tij, mbase mund të ketë edhe dosja apo le të themi edhe prova në dosjet Epstein që presidentin Trump e detyrojnë që të bëhet kaq agresiv sa për deklaruar që neve do shkatrojmë një civilizim tërë, por dhe e ktheu retorikën nga një përplasje politike dhe ushtarake midis dy shteteve, e ktheu betejën në një betejë midis përplasjeve të qytetërimeve, e cila në një nën kontekst tregon qartë që edhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pushtet disa persona të cilët realisht kërkojnë një përplasje kulturash, një përplasje mbase edhe fetare me botën islame, kryesisht me botën islamo-shiite iraniane. Preç analistë të rëndësishëm nënvizojnë që Trump e ka humbur botën arabe. E nënvizojnë mjaft gjerë këtë gjë, për shembull do të citonja unë ty një moment të lirit të drejtët, për shembull goditja, jo vetëm në rastin e fundit e Irani, po për shembull sjellja ndaj Gazës e perëndimit prisi, qoftë eshtja e indiferenca e perëndimit pjesës tonë, Evropës. Edhe arabët indiferent kanë qenë. Edhe arabët dakord. E flas për të që është tani. Regjimet po flan, jo popull. Regjimet të punë kanë. Nuk presim gjë nga regjimi. Bota perëndimore ka heshtur çdo diçka në të turshme ndaj kësaj gjëje. Ylli. Dhe kjo është një humbje e madhe. Izraeli në thelbe arriti Izraelin e madh, sepse të gjithë këto regjime, qoftë regjimi Sisit në Egjipt, qoftë regjimi Bin Selmanit në Arabi Saudite, qoftë regjimi mbretit Abdullah në Jordani, dhe qoftë regjimet e tjera apo Emiratet Bashkuara Arabe, deri diku de facto e arriti, sepse në Gaza u vran 25.000 fëmijë dhe asnjë nga këto lider nuk pati guximin ta dënojë ashtu siç duhet, qoftë me retorik, një njeri i cili kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Hagës për krime kundër ligjit. Sa i thanë për botën arabe, për goditjen e madhe në Gaza e të gjithë, vrasjen e njerëzve, vrasjen masive të njerëzve të gjithë, po edhe sjellja ndaj Izraelit. Vërtet Izraeli është një fuqi e madhe lobingu për Shtetet Bashkuara, për interesat e atyre që zgjidhen Shtetet Bashkuara, por Izraeli duket një smundje e madhe për të shkatruar besimin
të kjo, dhe duket një analistët të shumë të rëndësishme e nënvizojnë këtë. Kemi lexuar ka është analistë që bëjnë parashikime të tilla. Unë mendoj që është pak shpejt për të folur, domethënë, për përfundime kaq drastike që Amerika ka humbur vendet arabe. Besoj se jemi në një proces që sapo ka nisur, që është proces negociatash, duhet shikojmë dhe përfundimin e negociatave, sepse deri tani është bërë një marrëveshje për armë pushim, e shoqëruar me një 2 drafte që janë si bazë për negociata. Negociatat pritet të fillojnë nesër do jetë delegacioni i kryesuar nga zëvendës presidenti, pra delegacioni i lartë në Islamabad, nga pala iraniane gjithashtu do jetë delegacioni i nivelit lartë, do shkëmbejnë opsionet, unë mendoj se nuk do të jenë kaq të lehta bisedimet, edhe mund edhe zgjasin, dhe prandaj është caktuar një afat 2 javor që edhe mund shtyhet. Për ta nisur, zotë Ylli, aty ku e lam sot një javë bashkë me kolegët, fakti që u evitu një skenar apokaliptik, të cilin e pranuam gjithë që Amerika e ka potencialin për shkaktu mira të vdekur. Pra fakti që për të varosur më komplet. U kursyen pastaj si të varose gjithë ky vend do të thoshin e varosi Amerika. Po, e mira, po, patjetër, kishte shumë faktorë që ndikuan që Trump të tërhiqej. Por ne marrim mirëqen faktin që skenariu e evitua dhe u kalua nga një skenar që gjithë bota po mbante frymën tek një lajm që tani gjithë bota mban frymën për një gjë tjetër, mban frymën për paqen. Do presim fundin e negociatave, thënë këtë kuptohet qartë edhe nga draftet që janë pranuar si bazë për të negociuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe si pas një protokolli, një lloj protokolli të mbledhjeve paraprake në zyrën ovale, që i paraprin sulmeve, pra janë botuar në New York Times, në një formë kështu si një protokoll, pavarësisht se ato kanë rindërtuar mbi informacionet që kanë marrë, se nuk është se kanë marrë në një kaset nga zyra ovale, por kanë ndërtuar në kronologjinë, se si përgatit sulmi i parë, ditën e parë. Dhe duke që protagonist aty është Netanyahu, i cili e ka bindur Trumpin, ja ka bërë mendjen dhallë, si që themi në atë të folmen popullore, që në qoftë tani o kur, sepse në qoftë se ne do vrasim liderin iranian dhe gjithë elitën politike dhe ushtarake dhe të sigurisë, të cilët kemi informacione se do e mblidhen në një vend, aty ku edhe ashtu dolin, fakt, në një vend ishin mbledhur, atëherë dhe do godasim arsenalin e raketeve balistike, mbrojtjen kundër aerore, etj. Ato që ndodhen, atëherë ai ka paraqitur atë opsionin e vetë, argumentet e veta se bie regjimi dhe do kemi një ndryshim regjimi në Iran. Populli iranian do ngrihet marrë në dorë fatin e vetë. Dhe kjo në fakt u kuptua edhe sa... Një që s'ndodhi sepse sa po lexuam deklaratën e... S'ndodhi, jo, po them që... Djalit tani Khameneit. Ka shumë mundësi që tjetë e vërtet kjo, jo dhe nëse është botuar tani edhe nuk e ka përgjishtruar njëri, por Netanyahu gjatë ditëve të bombardimeve ka bërë disa herë thirrje qytetarëve iranianë se është dita juaj, kjo është rasti që vjen një herë në kush e di sa... I thotë ngriuni nga ana tjetër i godiste shkollën e vajzave. Kuptoj, mirë, po dhe sikur të mos ja u godiste, domethënë iranianët kanë një natyrë, se ne kemi pa dhe herë tjera. Edhe opozita, njerëzit, kontestatorët e regjimit, kur goditen nga një fuqi, e huaj ata bashkohen me njëri tjetrin. Ai ishte një absurditet që edhe opozita iraniane të frymëzohej, domethënë, për dalë në rrugë në thirrjet e një armiku të Iranit. Për këtë arsye, qoftë zëvendës presidenti, që e ka kundërshtuar, qoftë kreu i CIA, se ka qujt bilet, atë ka qujt një absurditet. Joseph Kent. Jo, i antiterrorit. Po, projektin e Netanyahu,
qoftë dhe Rubio, ka quajtur jo realiste. Ka thënë preferojmë që të vazhdojmë betejën në rrugë diplomatike sikur se deri më sot. I vetmi është ministri i mbrojtjes që ka qenë, si më thënë, pak a shumë lepe peqe, sepse ai ka qenë vjen edhe nga një tjetë histori që ndoshta pak lidhje ka me mbrojtjen, dhe shefi i shtabit përgjithshëm e ka. A janë dobësuar Kështu që Mardhënjet, do të them që arabët. e mbylla. mbyll Preci, po? Kështu si që janë punët deri tani, Irani ka dalë më i fortë se sa ishte. Në atë Qartë. dokumentin, Ore, kriza që kishte, Irani po binte. ose ato heqin edhe negociatat, Po themi ishte një përpjekje. heqin negociat, heqin Ishte më keq. Po, ishte sanksionet, kota më dobta regjimi. heqin sanksionet. E marrin në administrim Hormuzin që nuk e Shkrirja kishin aseteve të ngrira nga... Hormuzin që nuk e kishin normal tani me pagesë. Po njëjta gjë që Ja fali ndodhi me Trump. Irakun. Ja fali Fitojnë asetet e ngrira, që i kanë edhe në SBA. Por, them këtë, për ta mbyllur, Pra në finale duket sikur po fiton ai. por Pse është shkatruar? varet nga sens tani, me qenë se tani kur hapet thesi, varet sa fleksibël do jenë, se do shikojmë se në qoftë se Irani, dhe unë kam pa që janë racional, pavarësisht se që Ore, duke qenë një kaq Për regjimin inferior e në tyre. kushtet inferiore të gjitha. Por besoj Ta se dalin fitues tani, ajo është besoj se do jenë fleksibël, nuk do kërkojnë gjithçka, se negociata nuk mund të marrësh gjithçka, se nëse kërkojnë gjithçka, e kthejnë filmin nga e para dhe kjo nuk i intereson askujt, as Çështja është a kanë kapacitete për të kthy qoftë regjimi, qoftë shikon, Izraeli dhe Amerika për të kthy edhe një herë një skenar. Shiko, kapacitetin qoftë se gjithë këtu luhet gjithmonë me drejtën. Kush e te kalon drejtën, Sakt. ja kalon drejtën palës palës tjetër. tjetër. Po ta Shëbat, bazosh me drejtën, ka po fuqi Irani të te kaloj të drejtën. Jo, e sa. Prandaj po them, sepse kam ka fuqi Irani te kaloj drejtën. pika sa që mendoj se nuk do ja pranojnë gjitha. Dhe kam bindjen se paqja do përcaktohet nga fleksibiliteti i Iranit për të marrë maksimumin atyre pikave dhe për të mos Jo, mirë, ngulmu, i ka bërë 10, jo për ti të marrë gjëra që e lën Dhe për të luajtur, për të mbajtur rolin e viktimës në këtë rast, ë? Ke Ka gjë shumë për rëndësi në të opinionin gjithë. publik. Pak më të devijuar e kam. Të ti e di që unë Si. këto i ndjek, po nuk i komentoj, por nga gjithë sa u fol këtu dhe nga gjithë sa kemi parë, pra, sjellja e Amerikës ki shkoj mbrapa karrocës Netanyaut në luftën me Iranin dhe sjellja e Amerikës në Gaza. Për ne në botën tonë të vogël, a duhet shtroj një pyetje? Jo, do vi këtu unë. Jo atë Jo që e ke. atë, dakoj. A duhet të rendim prap pas kësaj propagandës pak debile që të Amerikës vlerave, ne jemi aleat të Amerikës vlerave, Në mënyrë tjetër. ne dëgjojmë se që thot Amerika, se kjo, a mund të flitet më sot për një Amerikë të vlera? Vazhdoj Fatmiri sa dhe kohë që Do me thënë. 70% e amerikanëve tjerët janë kundër. do vërtasin për Amerikën këtu, Pra, siç vërtisin për Kinën, siç vërtisin Por- për Amerika Bashkimin vetëm Sovjetik. presidenti. Jo, Amerika nuk është vetëm presidenti, po një Amerikë që prodhon për gjysmë shekulli administrata që sillen ashtu në lindjen e mesme, që njerë sulmon kot Irakun, e pastaj sulmon kot Iranin, e pastaj pranon genocidin Gaza, shkuptim ka Amerikë, pa tjetër që mund të ketë njerëz me vlera në Amerikë, po për Amerikë të vlerë, Amerika e vlerave ka vdekur. Edhe shumë qeveri. Sepse forca Ka Amerikë të interesave amerikane dhe duhet jemi të qartë, na si? ka forca amerikane ne na ka dhënë çlimin e Kosovës. Dhe tani ajo- ka dhe plot vende Po iku më preç ajo tani sa vjetu amerikane ka Dhe diktuar zgjidhje Ne na e ka dhënë por dhe lindjen e mesme është tjetër, po dhe ne mund jo të të kemi gjitha qenë- qeverit janë sjell me lindjen e dhe mesme. ne mund të kemi qenë në anën e kombe me fat. Por në qoftë se Amerika do e kishte këtë parim, mund ta kishte bërë dhe për kurdët njësoj si që bëri për kosovarët. Dhe edhe në rastin e Kosovës nuk mund të flasim kaq kollaj për Amerikë të vlerave. Është Amerikë e interesave që në një moment merr një vendim të saktuar dhe vendimi ne pa dyshim Në Kosovë, që kishte? Kishte vetëm një interes, që shtypeshin drejtat e lirisë e një populli,
Po, këtë pra ta rëzon, sepse ishtë për t'i edhe treguar atyre vendin fëmijëve një nga Gaza jo agresori. i shtypen të drejtat, po i merret e drejta e jetës. Edhe atyre kurdve i shkelet e drejta. Po pra, do me thënë, por kjo pyetje shtrohet në mënyrë ciklike, por unë prap mendoj që këtu në Shqipëri kemi një lloj fanatizmi. E ka thënë Amerika e vlerave. Ne e atashohemi Amerikës vlerave. Amerika e sotme është Amerika e anti-vlerave që po e çon botën drejt një lufte botërore. Ne referojmë vlerat e Amerikës ose Amerikën e vlerave, ne po bëjmë kritik për, edhe kemi bënja 5 emisione, nuk është i pari, ju s'keni qenë, kemi folë në kështu, që ditën e parë, s'ka pas arsye. Nuk kemi gjetë arsye të kjo luftë, dhe kur s'gjenë arsye, atëherë që të thush, pra, kjo, për asnjë konkret është ky qëndrim, por nuk mund ta përgjithsojmë, themon, sepse ka fakte që kundërshtojnë njëra tjetrën pa fund. Dhe Amerika ngelet e vlerave për atë që është liria, pikspari për vlerët e lirisë. Jo, Andi po thot se ka dy standarde po pyet. Se ka dy standarde po. Si vetmi shtet, nga që ka liri rëzojnë presidentin. Një popullsi me bombë atomike. Nga që ka liri rëzojnë ata presidentin. Kurse vendet ku s'ka zgjedhje, nuk pagujnë as haraq. Bën tjenë Armenin s'nova zgjë, se pagun kërkush. Sulmon Afganistanin, sulmon Ukrajinës. Kush e paguan në mos, për shumë, gjitha dhe agresionin rusë? Amerika, kjo është e vlerë. Po njëtën gjë që bën Putini, që është autokrat, diktator në Ukrajinë, njëtën gjë të bën edhe Netanyahu, që është demokracia e vetë me lidhjet mesme. Netanyahu ka qenë në opozit, ka ardhur. Nuk e ka bërë vetëm Netanyahu, është bërë në mënyrë permanente nga 48 ndaj atij populli. Ata që e kanë bërë nuk kanë. Edhe kjo demokracia. Nuk i kam numëruar, po s'dikush kam mbështetur më shumë diktatura Amerika apo krahasimi tjetër. Të njëjtin që bën te Irani me atë që vrau në shtëpi, edhe Putini. Ka qenë vetë. Se ndryshe me Putinin. Po kush ka mbështetur? Ky është apo standardi? I shtron qylymë të kuq Putinit. Prandaj ndodhet këtu. Ajo që shtroi zoti Bushati, domethënë është thelbi i diskutimi që duhet bërë dhe ne do ta bëjmë afër apo larg, sepse po ndryshon rendi që ka qenë ekzistues. Dhe çështja nuk është a i duam Amerikën apo se duam dhe si ta duam Amerikën? A i duam Rusinë apo si se duam? Çështja është një shtet, ka interesat e tij, përfaqëson interesat e popullit. Në këtë moment caktuar, me këtë që po bën presidenti Trump, pavarësisht se nuk jemi të përfshirë direkt në interesa, po themi, a është kjo mbi të cilët janë krijuar interesat, mbi të cilët janë bashkuar interesat e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara? Jo, nuk është zotëri. Dhe trim drejt, kjo lloj mercenarizmi propagandistik është i dëmshëm. Ne sot e shikojmë Rusinë si kërcënuese ndaj Europës, apo jo? Po mos harroni që Rusia Stalinit shpëtoi Europën. Janë e njëjta Rusi. Pra ka fragmente, ka momente kohore, cilët vetë shtetet devijojnë nga vlerat e tyre. Dhe ne këtu po flasim. Ne nuk po flasim që të prishim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flasim, a janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A i qëndrojnë atyre vlerave për cilët ne kemi dashur t'i arrim vitet 90, ose dhe para viteve 90, po arritëm. Jo, zotëri. Boshti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në raport me vlerat e qytetërimit perëndimor dhe amerikan, ka ndryshuar shumë, por nuk ka ndryshuar ditët e fundit. Dhe ne duhet na bëj, nuk po them... Ditët e fundit është dukshëm. Duket. A të them diçka? Ndoshta duket e rëndë. Ti po flet pra. Po bie, mo zotëri, po bie. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien për shkak të vlerave që kanë hedhur poshtë, jo për shkak të luftës që ka humbur. Do të them edhe një fjali, meqense hap. Po bie autoritarizmi, autokracia apo po bie demokracia? Ndikimi politik botë si fuqi. Ne themi që humbi botën arabe, po humbi botën arabe, do thotë bie ndikimi. Them vetëm diçka fresh, vetëm lutem sa ta mbaroj dhe nuk duhet marr më shumë. Në vitin 1956, Britania humbi influencën e vet në botë dhe dikush ishte Chelsea? Humbja e Suezit. Në vitin 1956 humbëm Suezin dhe mbaroi ndikimi i Britanisë në botë. Tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës po humbin Hormuzin. Dhe ky është problemi, se këto janë korridore, këto nuk janë korridore
tregtare, këto janë korridore politike. Një moment që kanë influencë shumë të madhe. Argumenti që përdorni ju, ka të bëjë me humbjen e influencë. Po. Por nuk ka të bëjë me përse Britania e Madhe, vërtet ishte perandori s'është më, po është një vend demokratik. Patjetër. Është një vend vlerësh. Mund vija aty, pastaj edhe atje mund ndodhit në ndryshim, sepse ndodhin. Po vend vlerash, demokracia dhe ka qenë edhe gjatë kohës kur kolonizohet me këtë popujt politikë dhe po humbasim. në Indinë. Por sot për shembull, akoma ka fuqi vota dhe liria. Kjo është vlerë, nuk flasim për Të marrë një shembull, neve shqiptarët bëjmë shumë edhe mirë. deputetët e Iranit me votë zgjidhen se keni bërë votën, domethënë gjitha ne me votë zgjidhen në burr. Edhe Kim Jong-un me votë zgjidhen në burr. në Iran s'voton. S'është problemi te vota, s'është problemi te vota. Do me Po thënë, dhe në Ungari ka filluar të mos bëhet vot dhe si do ta themi pak minuta më vonë, edhe presidenti Trump, dhe presidenti Putin, edhe kinezit Ato Toni janë me Bushati Rusinë, valla. janë bashkuar Shko autokratë. zgjedhin Orbanin. Fiton opozita, sepse në Ungaria fiton opozita, kjo është fuqia. Të mbetemi presh në një moment të Ja, sa rëndësishëm. qëtoj vetëm një moment. Ungari. Sigurisht Nëse që ju përjetimet tona teorizime historike të marrim një gjë konkrete. për Amerikanët nuk nuk jemi mund duke të jenë si që kanë Arabët përjetime historike, sepse neve i kemi pozitive përjetimet dhe bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të jam Amerikës. kritik si ju. Por, po të pyesësh një Kilian që ka përjetuar grushtin e shtetit Salvador Allendës dhe kur u ngrit në pushtet fashisti Pinochet, atëherë, prandaj përjetimet tona janë shumë pozitive dhe duhet ta ruajmë këtë pozitivitet. pjesa tjetër. Duhet ta ruajmë, nuk po them mos ta ruajmë këtë pozitivitet, marrëdhënie, por neve kemi nevojë për pro-amerikanizëm të logjikshëm dhe jo për histerizëm. Ky është problemi, këtu duhet ndarë. Gjykoj unë. S'kam qenë Që e kemi patë gjithmonë. E kemi patë me kinezët, e kemi patë me sovjetikët, e kemi patë... Këtë gjë po bënde tani me Amerikanë. Mercenarizëm. Me këtë lloj mercenarizmi që po them bëj fotografi me Amerikanët, cili këtu që të marrin pushtetin, politika të fitoj të bet, politikanit të bet deputet, ai të bet kryeminist. Ja le të ndalojmë konkretisht te kjo gjë. Pa kaluar edhe një gjë se mu kriju një diferencë me Preçin. Preçi mbrojti këtë idenë që ne mbrojmë vlerat e Amerikës si një vend demokratik. Po, Amerika është relativisht demokratike, vendi i lirive. Problemi është që unë e shoh gjithmonë të përkthyer me Amerikën që përjetojmë ne. Këtu të mirat ose dëmet nuk i ka bërë vendi i lirive, i ka bërë administrata apo personazhet caktuara. Për shembull, po them unë, Saliu mori mujahedinët dhe thoshte, Amerika, ana tjetër, Tauland Balla dilte dhe thoshte, ne nuk pranojmë asnjë ligj nga non grata, se këtë ka shpall non grata. Pra, administratat amerikane nuk janë produkti këtij vendit abstrakt lirive. Mund të jenë diktatoriale, të korruptuara, keqdashse, pa vlera. Prandaj ne sa herë përkthejmë Amerikën në realitetin ton, duhet i kemi të gjitha këto parasyshme që Amerika është e gabueshme dhe kur superfuqit gabojnë, shkatrojnë katastrofa. Amerika është e gabueshme dhe diferenca që bën Amerika ndaj vendeve të tjera autokratike. I partjakë është se njeh gabimin. Pra mbili madhështia. Dënohet gabimi me vote ka fjalën. Që ndron në kapacitetin për të njohur gabimet e vetë. Po pra. Prandaj jemi në pozicionet unë them, pra, është bërë 2 vjet debat në Shqipëri, dilte gjysma e PD zyrtare dhe thoshin, ne nuk bëjmë kuvende anti-amerikane se nuk e diskutojmë ne non gratën se ka thënë kjo Amerikë mund të jetë e gabueshme. Do ta ngrehet tani këtë temë, duke folur ose po për ta heqin non gratën mos e ka heq vende të tjera. Siç shkon kontesta. Hoqi do dikut. Kush kontesta? Nuk po flasim se si reflektohet politikanë shqiptarë, po flasim për një gjë më të madhe. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës i udhëheq kushtetuta e tyre, i udhëheq Senati, i udhëheq Kongresi. Jo, po problemi është se federalizmi janë palë e non gradës, janë partinë e non gradës, kanë tjetën retorik. Po miku im, falë vetëm. Më të merë. Merë dhe ata. Po flasim si perceptohet dhe si përkthyet në Shqipëri. Ty në një konkrete. Kushtetuta, amendamentet, liria shtypi, si kërkund,
Le të bëjmë përgjithësime, po të hymë që konkrete preç. Pavarësia e gjyqësorit ka sfidu Donald Trumpin 3 herë gjykata që ka taktu vetë. Po do thotë që vdik shteti Amerikan, ma nuk po themi këtë. Patjetër. Roli, influenca si e. Ka probleme serioze, po themi. Sepse leadershipi sotëm kërkon të mbështetë, ai është 8% përpara kandidati opozitës në Ungari. A i do bëj një autogol. është një nga autogolet Jo, thot Trumpi, mua më përqen ky. Jo, thot Putini, një lloj si Putini. Po do t'ivresim fushat më. Do zbresim pak në poshtë. Tani, paqja preç ka shumë mundësi të vendoset. Sepse më shkruan një miku i emisionit, një minutë. Më shkruan që Trumpi thotë a është tërhequr sepse një grup i madh senatorësh kanë thënë se në qoftë se ai do godas Iranin në atë mënyrë si thoshte, do bëjmë impeachment. Presidenti do të gjykohet për krim kundër njerëzimit. Krim njerëzimit, patjetër. Do të gjykohet për krim kundër njerëzimit. Dhe domethënë është momenti që ai po triqet nga kjo luftë. Tani të kthehemi te halli ynë, te fshati ynë, bushat. Po tani duket se këto po rregullohen. Trumpi po triqet. Po ne na ngelet ajo tani, ne na ngelet rezoluta. Nuk janë LPP që... Se ne vrapuam, dakord, më ja tani, ja që bëjmë ne. Ne vrapuam tani dhe bëjmë rezolut. Dhe thamë, Irani shtet sponsori terrorizmit. Mos u nxitua pak i gjatë tani. Ne kemi thënë, sepse aty kishte një nxitim për shumë gjëra, ishte... Ore për këte, po... Edi Rama duke qeni frustruar nga izolimi disa mujor nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas një kontakt, përstujse gjatë një viti më shumë me administratën e re, pa pritur ranë 2 rrethana që ishte bordi i paqes dhe ai vrapoi pastaj në Izrael, e mbuloi me elozhe pa fund dhe Netanyahu dhe si të kaloi çdo sens mase. Pse se shikonte si një paradhomen për të rregulluar punën. Si besoj, mos Irani nuk e ka ditur për shkak. Kjo është historia. Mos Irani nuk e ka ditur këtë për shkak që ne e shpallëm shpejt terroristë dhe e merr vesh tani. Që mos ka ndonjë pasojë kjo. Në këtë inerci, sepse ajo nuk është fol shumë gjatë për vizivun. Ne kemi marrëdhënie të mira me duam të kemi Izrael, vërtet i kemi një muhe brejt, por kur shkon atje është I kemi ndihmuar si viktimat të luftës dytë botërore. I kemi ndihmuar do të na jenë ata mirë ne, jo ne atyre, por do ata aty është kompleksi. Isha unë partia Durrës, Bregdet, gjithë ata. Situata mbushur me kipa. Ika unë I thash atje është fushi minuar, do të shkosh me shumë kujdes, do të shkelesh në majt gishtave, jo të shkosh kështu, do të shkelesh me këmbën e rënd, sepse atje ka njerëz, mijë, fëmijë që janë vrarë. Do të thënë, reagimi I Izraelit ka qenë shumë shproporcional me popullsinë civile, është I akuzuar në gjykatën e Hagës për krime kundër njerëzimit. Pra ka shumë element që një shtetar, një kryeministri I Shqipërisë, ose presidenti I Shqipërisë, duhet I konsiderojë, dhe nuk jam që të mos shkoj, po duhet mbash parasysh se si flet. Çfarë flet, çfarë thua. Nga kjo pikpamje... Zvalë Irani kujtohet tani dhe me ne vëlla, se mbaroi luftën. Rama u shbalancua drejt disa basteve dhe improvizimeve që a e di vetë si do... Si thua ti për shkak? Unë them nuk I dalin. Mos Irani vallë tani shikon që ne kemi shpallur, se mos e nuk e ditur deri tani ore. Deri sot. Ka pas kohë të merret me ne. Ne kemi shpallur në ngrat, jo në ngrat, si e kemi shpallur ne? Shtetet terroristë. Po jemi jashtë fokusit të tyre, po e kemi thënë. Ore mund të kujtohen tani, s'kan me këtë luftojnë, mund të luftojnë me ne. Po e tërheq, sepse ose e tërheq gjithë Amerika. Mund të tërhiqet rezoluta thoni ju. Ore, ne kemi bërë... Qëse bjën paqe me Amerikën qësë. Ne kemi bërë debate pa fund për sulmin që bëri Irani kibernetik Shqipëri. Pas njëherë nuk kemi parë, dhe ka ardhur koha të shikojmë gjithë gjërat me luftë tani. S'kemi parë as njëherë argumentet, faktet. Ndërkohë që Irani, zyrtarisht e ka mohuar që të ketë sulmuar Shqipërinë. Dhe Irani është I shtet, se kështu janë këto regjimet, kur e thon fjalën e mbajnë, se me atë fjalë prodhojnë pushtet. Domethënë, kjo ideja kësaj amullie të madhe dhe fill pas sulmit kibernetik, shteti jonë bën disa tendera dhe I bën 100 miliona euro kompanive izraelite, a thua ti që vetëm këto janë ekspertët për gjithë sulmet kibernetike, kanë ndodhur në disa shtete tjera europiane, në njëjta histori, bëhen sulme dhe shkojnë kompani izraelite marrin
Unë i shikoj qik me sy problematik këto, me pikpyetjet madhe, si ndodhin këto gjërat. Si ka mundësi që, sepse ty tu hagëru Timsi, që nuk ka të bëj fare. është komplet rrjeti mbyllur. Si u hagëru? Edhe po të ketë ndodha ajo sulme me kibernetike, Shqipëria ka një pozicion tillë që rrimë kohën e vendeve. Bushat tani. Jo, ti je sulmuar vetë, vlla. Si do bëhet tani? Duhet të ndalojnë këta tanët. Mund ta përcaktojnë tjerët kush është armiku yt, vlla. Popullata jonë politike gjinish, po pyes pak Bushatin dhe ju, duhet të ndaloj këtë mënyrë pune që bëhet më katolike se papa. Kjo po kthehet e rrezikshme më burri dhe. Duhet të ndalojmë në parë javë po diskutonin me agoditet apo s'goditet Shqipëria më valla. Pa kufi që s'ka fare pikë kuptimi. Kemi qenë bashkë, ma e propozonte për çmim Nobel, kujtohet që kemi qenë në mision bashkë? Dilte një ish minister jashtëm që debatum. Tritani, po tha. Të japim çmimin Nobel, tha. Zoti Tritan Shteu, po. Marr çmimin Nobel tha. Sidomos rrillimi që nëse Për Trumpin. Sidomos këtu është problemi që ne nuk kemi një as parti ideologjike, ne kemi një shtet parti. Partitë e majta në gjithë Evropën kanë qenë në avangardë të distancimit nga bile kryeministi i Spanjës. Kjo që kemi në pushtet nuk është e majtë, as e majtë nuk është shtet parti që ju. Është parti individ. Nisë vetëm me majtë pushtetit. Në qëse duhet i gjë majtë, në qëse duhet e djatë, në qëse duhet e pas skruput. Problemi është se ka futur edhe opozitën në shtet. Në kupton... Por kjo nuk duhet, kjo s'ka pse të vazhdojë, sepse ne gjithnjë, unë ti me ekspozon mu si pro-amerikan, unë jam pro-amerikan, po nuk ka anti-amerikan këtu, nuk ka sens anti-amerikanism. Gjera që nuk ka mushin mendjen, ne pro-amerikan jemi, po tani... Ska Amerikë i shfaq ky. Ne po flasim për ngjarje të caktuara, burri dhe nuk po flasim për historinë e Amerikës. Kjo që po bën Amerika tash është krim kundër njerëzimit, për këtë ngjarje po flasim më burr, për këtë president, nuk po flasim për gjithë historinë e Amerikës. Jesmenizmi. Se nëse do flasim do flasim me urrëtie do bim argumenta të këqij pastaj. Amerika është shtet që është krijuar mbi gjenocid. Jesmenizmi është anti-amerikan. Fatkeqësisht. Po pra. Jesmenizmi. Që nuk merren gjithë historinë, po flasim për një fragment caktuar. Aq bukur i gjen. Jo realisht po ta them. Kam zili ndonjëherë, kaq bukur. Jesmenizmi vjen kundërshtim me vlerë amerikane. Edhe këtu na e the ne edhe ata justifikove. Se Jesmen thot, le të jemi më thon ata ne, mjafton. Jo. Politikan tan. Le të jemi më thon. Ata të kënaqur janë Jesmen. Bile atyre u bëhet qefi kur ti ju thua Jesmen. Se ata të pun kanë. Po të thë këtë gjë që pra... Jo, e kuptova unë që atë... Po pra, prandaj çështja kryeministri Kosovës tyre i duket si alien, sepse nuk është Jesmen. Albin Kurti ju duket... Po, ju duhet alien, totalisht, nuk e kuptojnë. Po, e quajnë armik të Amerikës shpesh. Jo, e quajnë edhe radikal. Në këto qëndrime, sepse dalin për te jashtë çdo shembulli, krahasimisht me veten. Modeli është modeli Jesmenit. Po, pra, modeli këtyre. Po, dërsa modeli ti është modeli politikanit që vjen... Nuk ka në pasoj kjo të mund, ndoshta se Irani akoma se ka marrë vesh besoj që ne kemi shpallur shtetë terrorist. Nuk besoj se kanë marrë më vesh e kanë marrë. Është dhimbshme dhe cinike ta thuash, po ndoshta duhet të vuajmë ndonjëherë një pasojë që të heqim dorë nga ky servilizëm 30 vjeçar, sepse ne diskutojmë tani se është Rama aktualitet, po në qoftë se e kthejmë pra filmin mbrapa, e mbanim mend konfliktin që ndau perëndimin dysht sulmit Amerikës ndaj Irakut, Fatos Nano i shpalli luft Irakut pa ja shpall akoma Amerika, mblodhi qeverin dhe i shpalli luft Irakut pa ja shpall Amerika. Dhe doli me editorial në Boston Globe që i binte gjithë Evropës të vjetër që nuk kupton botën dhe si Shqipëria e vogël i jepte mend Evropës se si duhet rreshtohet pro Amerikë. Ama ka i problem. Ka i problem. Shtoj edhe diçka, këto kur arrisin grumbullin dhe e masivizojnë zullumin, e vetmja gjë që prandaj vjen. E vetmja gjë që përmendin është Amerika, Shtetet Bashkuara. Prandaj vjen. Dhe unë gjykoj se edhe kryeministri sotëm ka rritur një volum të jashtëzakonshëm zullumi dhe nuk i ka mbetur kartë tjetër për të përdorur, përveç se Izraelit që ka gjetur tashmë për ta përdorur si kartë dhe Amerikanë. Ndjese. Jo, s'ka problem. Dhe prandaj për të vazhduar këtë tënden, prandaj ka shprehje të famshme Albin Kurti atë. Sa më shumë vjedhin, aq më shumë çirren Amerika. Do me thënë, njerëz që fillojnë u mbasin legitimitetin ke popullit tyre, mundohen të kacaviren mbas superfuqisë. E fundit këtu të ky moment dhe pastaj kemi... Po s'folim për çështjen e rezolutës, pra. Rezolutës tonë. Po pra. Po aty pra. Që e di apo se di Irani. Po pra, po di pra.
Po thuaj. Irani patjetër që e di këtë çështje, por e kemi shprehur që në emision e parë që kemi bërë për luftën në Iran. Të mëdhejtë e gjejnë gjuhën e përbashkët. Si që gjetën, po i gjejnë tani. Problemi është me ne të veçlit, sepse nesër të kthehen, po ti ç'kishe? Te po them. Unë nuk e di se çka ka menduar kryeministri jonë dhe parlamenti jonë, qoftë pozita, qoftë opozita, se si do të rriqen në momentin që amerikanët një ditë bukur mund të misohen me regjimin e ajatollave, siç janë miq me regjimin e Saudëve në Arabi Saudite, sepse nuk kanë qenë luftë amerikanët me ajatollatën. Reagan i mbështetin pushtetat. Po pra, me lirim në pengjeve. I dha mbështetje politike. Aktualisht Shqipëria është si do ta NATO-s, duke që është pjesë e mbrojtjes komune. NATO është komplet kundër kësaj që po ndodh, zoti. Po them jemi ne. Shiko, e di kush është problemi i madh për mua me këtë histori apo që ky njeri që ne kemi në krye të vendit, shumë shpejt do na bëj të diskutojmë a do jemi me Europën apo do jemi me Amerikën dhe ky është budalliku që do na bëjnë ne këtu. Europa e ka kthyer shpinën. Se kjo është historia. Përfundimisht tani edhe me Europën faktikisht nga ajo që na vjen nga Europa, historia po flasim, nuk është se kanë pas ndaj sjellje shumë korrekte me ne shqiptarët. Historia është tani për tani po. Apo jo. Po them këtë gjë që aktualisht ne jemi pjesë e NATO-s, pjesë e mbrojtjes komune dhe nuk ka ndryshuar asgjë në këtë pikë. Pra nuk kemi rreziqe nga rezoluta. Problemi është që pse më qenë më katolik se Papa, edhe mungon një vështrim perspektiv qoftë edhe një mujor. Se kushdo e kuptonte që ajo nuk ishte një luftë që mund të vazhdonte prapë. Mund të priste, Shqipëria mund të priste. Mund të priste. Por nuk e nevoj fare, dënoj regjim, mund të ishin shprehur që e dënojmë regjimin ajatollave, është një regjim kriminal, patjetër, pa diskutim, nuk e vjen diskutim, por nuk ishte nevoja tashmë si Fatosnanu në 2005-ën, në 2003-shin. Do të neve i shpallim luftë Saddamit. Okej, përfundimisht tani, me gjithë dëshirën e Izraelit për ta vijuar këtë luftë, duket që Trump ka vendosur të mos jetë me ajo. Si e mendoni ju tani? Përfundimisht, themi nga dy fjalë. Tashmë të marrim pa shton fallo. Nuk po shtim fall. Të marrim anën tjetër të medaljes. Unë gjykoj që Trump mbase edhe nga pakujdesia ka ekspozuar fuqinë e lobit zionist në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe populli amerikan nuk e ka domosdoshme tashmë, sepse brezat po ndryshojnë dhe rreth 75% e popullsisë amerikane kanë psuar një përmbysje filozofike mbi konfliktin izraelito-palestinez. Paktën përpara 7 tetorit, po të anketoja amerikanët, ishin 90% pro asaj çfarë po kryen universitetet Izraeli. favor të Palestinës. Domethënë edhe e ardhmja politike e AIPAC-ut, që është fondacioni kryesor i financimit të interesave izraelite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duket i paqartë, madje unë gjykoj se përmbysja do ndihet në dekadën tjetër. Në dekadën vijuse, për arsye se të gjithë të rinj, gjithë studentët, gjithë Universiteti Columbia për shembull, ishin të gjithë pro palës palestineze, saqë presidenti Trump për të ndaluar protestuesit paralajmëroi arrestime studentësh. Dhe unë gjykoj se ka bërë edhe një të mirë presidenti Trump, nuk ka bërë vetë shkëlqie. Ka ekspozuar fytyrën e vërtet lobit cionist dhe tentakulave të shtrira të këtij lobi në politikën amerikane. Dhe çtoj ke deklaratën e Ted Cruz kur pyetej nga Tucker Carlson, pse po shkoni të luftoni në Iran? Për arsye se Bibla na thotë të mbrojmë popullin e zgjedhur. E pyeste përsëri Tucker Carlson, a e di sa milion banor ka Irani? Nuk ka rëndësi, thotë, pasi neve kemi obligim të luftojmë për Izraelin e madh. Domethënë deri në këtë nivel ka shkuar lobimi i lobit sionist në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fare 5 fjalë. Unë nuk mendoj, pavarësisht retorikës, se ne dashje pa dashje do diskutojmë edhe deklaratat që bëjnë palët dhe liderët e përfshirë. Unë nuk besoj që presidenti Trump është gënjur nga Netanyahu, se shumë qesharake ta mendosh të. Jo, natyrisht jo. Amerika është shtet institucioneve. Dhe të hedhësh poshtë dhënat e CIA-s, për shembull, ose shërbimeve tuaja, nuk mund t'i mbulosh dot me historinë që fola me Netanyahu dhe mbindi Netanyahu. Dhe e njëjta kauzë u përdor edhe për luftën e Irakut, por doli që CIA kishte qenë komplet kundër. Apo jo? Qartë. Kështu që Trumpi është në influencën e madhe të lobit sionist hebre dhe kjo nuk diskutohet. Çështja është, a do kemi paqe apo luftë? Me këtë situatë, duhet pranuar që gjithë vorbulla e konfliktit aty është teza hegemone e Izraelit madh.
për sa kohë në Izrael do ketë njerëz si Netanyahu që do mendojnë gjithmonë për hegemoni, aktualisht, Gjithmonë kështu ka qenë. aktualisht, ai ka arritur një pjesë, dhe ne kemi harruar ta diskutojmë këtë pjesë. Ka marrë një pjesë të Sirisë, aktualisht, Netanyahu. Ka marrë një pjesë të Libanit. Nuk flasim më për Gazën, po flasim çfarë do bëhet me bregun perëndimor. Dje mori vendim Keniseti për të shtuar numrin e kolonëve. Kështu që Për të varur të burgosurit palestinez, mos harro. Për sa kohë Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Trumpin nëse pa Trumpin, do mbështesin politika të tilla, nuk do, e para që do ulet ndikimi amerikan në botë, e dyta, në rajon Amerika sot është e humbur. Deri dje rajoni Gadishullit ishte pro-amerikan. Sot e ke të paktën midis lindjes dhe perëndimit, sepse një pjesë e madhe, ose për thënë pjesa dërmuese e shteteve të Gadishullit janë vende antare ose aspirojnë, ose vëzhgues tek BRICS-i. Apo jo, dhe BRICS-i, këto lloj politikash të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të perëndimit po e forcojnë. Po e forcojnë BRICS-in. Nuk i kanë gjitha këto politika. E di kush është paqja erdhi zoti Zogaj, sepse Amerika dështoi, du ta pranojmë këtë pjesë. Shtetet e Bashkuara dështuan në realizimin e objektivave të tyre. Dhe paqja nuk e bëri dot Amerika. Presidenti Trump ftoi, bëri 4 ditë pushim, shtoi në 10 ditë, dha 48 orë, nuk e bëri dot. Pse? Sepse Irani e konsideron presidentin Trump si njeri të pabesueshëm për të ulë tavolinë. Dhe mbas se ne flasim vetëm për Pakistanin, meqense se po bërën në Islamabad negociatet, po pas Pakistanit është Kina, e pranoi vetë presidenti Trump dje, falenderoj Kinën. Është Rusia. Pra, me këtë lloj sjellje të marrë, Shtetet Bashkuara të Amerikës po i hapin territor dhe po i falin territor edhe Kinës, edhe Rusisë, pa mundin e tyre. Edhe i tham këto gjëra që po i përsërisim, mund të themi çdo gjë, por nuk duhet mos themi se kush tërhiqet, sido që tërhiqet. Kush zgjedh paqen, duhet falendëruar. Po patjetër. Nuk jemi akoma. Ne po flasim për humbjet. Ama kërkesa paqe. Flasim për humbjet, zoti Zogaj. Na ka hije që të jemi, si thua, në dinamikën e zhvillimeve, të mos shkojmë në fund pa shku vetë ngjarjet në fund. Të presim tani. Kemi negociate, marrëveshja e paqes si vend. Do arrit në këtë pikë pamje them që palët duhet të jenë, më thënë, fleksible. Zoti Zogaj, paqen e duam gjithë, ne po flasim për influencën e kësaj bote cilës ne i përkasim. Çfarë bote, se kjo ishte pyetja. Çfarë bote jemi? Po jo, po të gjithë duan të thonë një gjë, por nuk kemi kohë. Në perspektivë, jo, se e kam dëgjuar shpesh. Se kemi edhe një gjë tjetër. Planin e Izraelit madh, Izraeli mesianik. Po kjo e Urbanit presh. E ardhmja është moment. Është nuk kemi më. Stop. Zgjidhja me 2 shtete. Po s'po ngel shtet më atje. Po s'po ngel shtet, s'ka më Palestinë. Po s'ka më Palestinë. Do ta kemi në diskutim në ditët që vijojnë. Kjo luftë ka nisur në mënyrë shfare të papritur, shumë çuditshme dhe përfundimet tani. Do vazhdojmë, janë zhvillime sipër gjërat. Zhvillimet nuk i dim. Mund të kthehemi prapë në luftë javën tjetër. Trump dhe Putin duan fitoren e Orbanit nga 5 fjali secili. Ç'është kjo gjë tani? Se tani themi demokracia e madhe amerikane të gjithë. Kjo ekspozon faktin trisht që autokratët janë bashkë, kudo, që nga Lindja, e largët, që nga Kina, Rusia, kjo që ka bërë për shumë sot, ky zëvendës presidenti, ka shku, dje ka mbajt fjalim, nëjse ato ndohë, mbështesin një parti mirë, po të mbështesësh në fushat. Të mbështesësh në fushat. Takim elektoral. Kryeministri një vendi i cili ka vite që vepron si kontrapedal i shumë vendimeve të Bashkimit Evropian, që është mik i ngushtë, aleat i ngushtë i Trumpit dhe nuk e di pse rrin BE, sa ai po t'ishte, më thënë, me integritet siç pretendon se është, do dilte nga BE, se është jashtë BE-s. Pra kjo fotografon atë që autokratët janë një lloj kudo, edhe SBA si ka rënë tani, i ka rënë hisja që të ketë në krye një që tenton të bëhet autokrat, por nuk e le sistemi. Nuk e dëshiron, por nuk e le sistemi amerikan shkoje në fund. Pushat? Dhe zgjedhjet do i humbin. Orbanin do edhe ky, po dhe Trumpi, të gjithë duan Orbanin këta.
Orbani në fakt mund të fitojë le të jetë ai përpara. Është 15 pikë tonë, po kështu thoshin dhe para 4 vjetës. Tu vjedhin votat, thonë të gjithë, po 13 pikë. ai e di me çfarë i blinte votat. Para 4 vjetës ka Me fshatarët, mo. ndrysh. Me patate, mo, ses me patate, as me grur. Me pula ungareze, As me miell. pulat Edhe me ungareze. pule ungareze dhe me patate. E vetmja gjë të ato që po lexoj unë për Orbanin është që edhe atje blet vota si këtu, por çmimi blerjes votës në një vend më të pasur si Hungaria ishte më i lirë se sa këtu. Që ishte më Kjo pak para. Kjo Vites është. patate, po. Por, Këtu është shtrenjtuar, po, ha? Patatesh, ë? çfarë do thosha? Orbani ka të gjitha për të qenë një figure e urryer, ë? Mënyrën si sillet me demokracinë brenda vendit vet. Por në raport me Bashkimin Evropian nuk do them se e ka totalisht gabim. Qëndrimi që Orbani ka mbajt ndaj luftës absurde Rusi-Ukrainë, që Evropa u fut në një aventurë të çmendur, ndoshta është më racional Orbani. Pra, ti mund t'jesh diktator, siç është dhe Erdogani në Turqi, ndoshta, por Erdoganit nuk mund t'i thuash që s'ka drejt për Palestinën. Edhe Orbani, se po të lexosh mediat perëndimore, e përshkruajnë si një djallë, vuri veton, mos i çoj ato, i po pengon ndihmat për Ukrainën e tjerë e tjerë. Por nuk është se mund të hym detaj pas detaj, por nuk është se gjithçka është vetëm djallë te qëndrimi që ka mbajt në politikën e jashtme. Qartë. Dhe këtu i afrohet me Trump. Interesante është se si po përplaset Europa me Shtetet Bashkuara të Amerikës për Orbanin. Ka pasur një sherr, po themi, të madh midis Gjermanisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Gjermania pikërisht tash në fushat ka akuzuar Orbanin për rrjedhje informacioni, për dhënë informacioni Rusisë. Ministri i jashtëm i tyre i informon në kohë reale Lavrovin, ministrin e jashtëm të Rusisë. Megjithatë, Si mund të rri aty? Mund ta bëj atë, po s'du të rri aty. unë mendoj që ajo që dëmtoi më shumë Orbanin këto zgjedhje ishte trumpizmi. Urrëtia ndaj trumpizmit. Edhe oponenca, edhe zërat e larta të ngritura së fundi nga Unioni Europian, pikërisht para zgjedhjeve ka të bëjë pikërisht me këtë pjesë, me marrëdhënien e tij me trumpizmin, mendoj unë. Dhe këtë herë nuk besoj që do t'ja hedhi dot Orbani, por bashkohen As me pulat ungareze dhe patatet jo. me Andin me Po i idenë që gjeo, vëllaj. ai me ndryshe nga ky trampisti jonë që kemi, edhe trampistët që kemi në Shqipëri, Është trampisti majt. ai mendoi Jam i për majt, Hungarinë partia e majt. në konfliktin ruso-ukrainës, ai mendoi për Hungarinë, pikë pare. Dhe Hungaria që vendi më pak i prekur, Ai vetëm ka Si, gazin? ka konsumu deklarata, po çfarë? Shqip mori gjithë gazin. Atëre. Dhe Zelenski tani ka kaq kohë që nuk riparon gazin. Furnizimi me gaz të Ukrainës, vetëm që ndikoi dhe tris urrëtitën. Këtë e ka vënë veton Orbani, thot Nuk t'jap 60 miliardë. atë, Që t'jap 60 miliardë. Faktikisht, me çfarë po shohim vot, po Ate ndryshon ai kanë bombardu koncepti. rusët, tani rusët vetë Sepse- kanë bombardu atë, dhe është verifiku me Komision nga Bashkimi Evropian, tani i thot, ky kërkon që t'jap garanci Rusia se bombardon, se s'do që njerëzit me i vra. E di kush është më e Megjithatë, bukura e kësaj do pret. ai- Dashuria e madhe e Trumpit dhe Rusisë për Orbanin. Jo, Si bashkohen këto dy kundërshtarë dhe në këtë dashuri kaq të vogël. Mos e harrojmë një gjë që lufta e Rusisë kundër Ukrainës nuk është ka ngesë tani si luftë për Donbasin. Ata nisën një luftë për të Lufta ka mbërë, po lufta ka mbërë. Jo mër pres fare, mër pres, nuk ka qenë fare pyetje. Këto janë gjithë broçkullat që nxjerr Perëndimi për të justifikuar disfatën. Ta kam thënë një muaj për muajin e parë kam thënë. E ka humbur luftën Ukraina dhe Perëndimi dhe e humbi. Marlin E ka humbur luftën, po ta them edhe këtë, e ka humbur luftën Amerika me Iranin, e ka humbur. Ka humbur. Jo më ikim. Lufta nuk është bombë më burr, është sistem vlera. Çfarë karte i sjell aty? Ka humbur Ukraina thoti? Po, e ka humbur Kur luftën. e ka humbur? E ka humbur luftën më. Ti e thogën tër botën këtë, se Po ka 20% territori 3 vjet jashtë kontrollit. Pse nuk avancon? Kush nuk e thot, po e thot Trumpi më. Po pse e thot Trumpi duhet bëj lëshim me Ukraina që të bëjnë paqe. Vazhdon lufta. Çfarë lufte vazhdon më burri dhe? Çfarë lufte vazhdon? Bombardime ruse për natë. Po vetëm shtohet kufiri këtej, Rusia merr pafund. Jo, tem tjetër.
Në shqiptarët faktikisht... Rusia ka humbë aty, është një bës... E ka humbë luftën Rusia. Jo, pra, jo. E ka humbë. Jo, preç, është tem tjetër krejt. Okej. Aty është, po, është gjë tjetër. Se s'kemi kohë, jemi në momente... Kemi prodhuar një mendësi si kur... Ja ta, preç, të lutem. Sulmon dhe nuk fiton. Po të lutem, pra. Aje që mbro dhe nuk... Jo. Kështu e thot Raimond Aron. Do të respektoni emisionin e përretani. Duke që po talem me një tjetër. Lutem. Në subkonsciencën tonë si shqiptari është ngritur sikur, domethënë është ngritur një mendim sikur autokracitë janë vetëm të majta. Por realisht koha po vërteton që ka dhe autokraci. Gjata ekstreme është më keq. Jo, nuk të dyja, domethënë polet e kundërt janë sigurisht janë rrezik. Ato kanë qenë më të këqija në fakt, ato gjata. Atë kanë qenë fashista. Po të marrën nga që e kemi vojtur ne. Dhe me retorikën e tij Orban hera herës ka hedhur edhe deklarata fashtiste në raport edhe me emigrantën, jo se ka plotësisht të gabuar, sepse në fund ditës Hungaria nuk i ka borxha si kombi tjetër që ta presi si emigrant, por që kritikon politikën hera herës dhe nga ana tjetër presidenti Trump, duke qenë se Orbani anën opozitare të trumpizmit, sorosizmin e ka shpallur si një organizatë mbase edhe terroriste, atëherë në retorikën e tij gjithkohës, atëherë ka gjetur një mik të ngushtë që çuditërisht është edhe miku Putinit. Mos harrojmë që kanë edhe një boshvlerë është përbashkëta. I miku tim është miku im. Tani e theti këtë, pra që e thash unë. Atëre, në qoftë se kini... Historia tapetit ku që është perla e gjitha. Prenë 7 herë, o burë tani. Po tani nuk të preva unë... Po jo, pra, dhe në gjykimin tim, Orban... E përforcua më, nuk e ndërpreva, e përforcova më, më falë, gjëse ajo gëzu që e thash. Okej. Jo, ku gëzova, pëse? Po, është korrekt. Dhe me qa po shikoj, e gjithë kjo përplasje ideologjike midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfaqësojnë atë trumpizmin konservatorist që unë nuk e kuptoj, domethënë si ideologji, kanë mes tyre një lloj konflikti midis këtij liberalizmi të majt, të tejskajshëm që është tejkaluar në gjykimin tim edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe këtij konservatorizmi që mbështetet nga Putini dhe Trumpi, çuditërisht dy armiq në luftë, por që dy miq kur bëhet fjalë për një person problematik si Viktor Orban. Nëse ndonjëri nga ju mundet, ose unë duhet ta mbyll këtu, për 3 nëndecet ruse në Britani që kanë një muaj, pak fjalë. Di ndonjëri në gjë? Nuk është, janë disa incidente këto, nuk është një, që ndodhin mjet Britanisë. Ditën e sot me sekretarin mbrojtjes në Britani, zbuloi se 3 nëndecet ruse kishin qëndruar në ujërat e Mbretërisë Bashkuar për i gati një muaj pranë infrastrukturës më kritike. Britania paralajmëron Rusinë për pasojat në rast goditje apo sabotimin të infrastrukturës tyre. Çfarë kanë ndodhur konkretisht? Dimgje, me fare pak gjëra dhe të ikim. Rusia në kanalin angles gjatë gjithë kohës ka përdor flotën Shadow për të shoqëruar gjithë këto cisternat me naftë për të eksportojnë në vendet që i shoqërojnë për naftën, për të qitur naftën e sanksionuar. Do me thonë, Rusia nuk ka pyet fare për sanksionat. Ka shit naftë ku ka dash. Ka qu 2 luftanie dhe ka quar në destinacion vetë naftë. Tu përflasim për nëndece? Po, ndërkohë nëndecet ruse, dhe kjo ka qenë shqetësimi britanikëve, jo dhe që kanë kaluar disa herë, dhe nuk janë kap gjithmonë, kanë qenë poshtë kabla, aty ku kalojnë kablat optik dhe linjat e komunikimit, dhe britanikët janë shqetësuar për ndonjë operacion spionazhi ose sabotimi, dhe kjo ka qenë problemi. Për infrastrukturën kritike kanë frikë Britanikë. Pa tjetër, pa të se kalojnë gjithë kablot aty. Gjithë kablot. Ndërprerja këtyre kablot do thotë blackout. Dhe gjithë kush ka qenë pozicioni, monitorim dhe paralajmërim. Akoma nuk kemi arrit në një përplasje, ndonse mund të themi që është një provokacion, nëse do ta quajmë shumë i thellë, sepse është mund shtëpi tonë. Pra Rusia, thoni ju, është thua ti, është një rrezik i vazhdueshëm për Britaninë dhe Evropën. Po e provokon disa herë Britaninë, se Europa çik histori tjetër. Britaninë po e provokon. Provokon, kemi një gjë tjetër? Jo. Nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për mbrëmjen e sotme. U përpoqëm, siç e na ndoqët ju. Themi dhe një gjë. Të themi ndonjë gjë, siç e themi vazhdimisht, e tha dhe Preçi tani. Ti mund ta drejtosh ndonjëherë në emrin tim, por jam unë i pamundur, në një grip në një gjë dhe
Për humor, Po, nuk ka rëndësi. është bosë. Kaq, kishim praj falenderoj të ftuarit të gjithë, ju mos ikni me shumë vrapore, se ju ikni. Se ikni sikur ju ndek njeri, se nuk ka njeri vërtet. U bën gati. Faleminderit shumë, nderuar televizikues. Tani javën që vjen jemi përsëri të takohemi. Do të shikojmë, a ka ndryshuar Trumpi gjërat e gjitha, ç'gjëra ka ndryshuar, ç'ndodh këtu, a vazhdon gjyqi i Olsi dados me Lalin? a u liruan të burgosë, tjera plot gjëra që ndodhin në Shqipëri, ne do të përpiqemi të ju themi dhe ju t'i dëgjoni, po dhe mund mos i dëgjoni. Faleminderit shumë, natën e mirë.